Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studion tonë në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje Miss Julieta. Faleminderit për emisimin tuaj. Absolutisht, ju keni një rast në fakt që ka ngjellur shumë interes. Bëhet fjalë për një fëmijë 3 vjeç dhe për një papërgjegjshmëri të mjekësisë në këtë spital. Të lutem, na shpjego më në detaje për çfarë bëhet fjalë. Fjala bëhet për çunin tim 3 vjeçar. Çuni thej kamën sipër gjurit. Dhe e çun urgjencë në Durrës. Ati e ka marrë përsipër doktori Artan Biti. Dhe më thoshte her pas here, ditë mas dite, çuni është shumë mirë. Kërkoja her pas here grafin ta shikoja vetë se ku ka gjendja e çunit. Se çunin e shikoja se nuk është mirë. Ishte dhimbje. Përfundimisht ma dhanë mos të gënjej mas shumë ditësh. I thash nusës të kërko flet dalje me e çu diku tjetër se këtu dhe ngeli çuni sa ka. Dhe mas shumë ditësh, nuk e di 9 ditë apo ma shumë, e dhanë grafin, e parë grafin, mori flet daljen, doli sot, i bëna grafi ke privati, edhe grafia është e njëjta gjendje si ditën e parë si e kam shtru. Po mjekët te spitali që e çove sot, çfarë të kanë thënë? Çfarë dëmtimi ka? Ashtu thonë, asnjë gjë s'ka ndryshuar, çuni është shumë keq. Është keq? Dhe po. Tani për momentin është ke shtëpia, i kam bën grafike privati dhe jam konsultuar me një doktor kockash në Tiranë, me një mik. Edhe i ka thënë me çu të hanën. Thirrje, po. Si për Në gjurin. momentin e keni futur në altçi këmbën, çfarë ju ka thënë mjeku? Çfarë ju ka Po, sugjeruar? e kanë futur në altçi këmbën, ja kanë lidhë siç i pa foto, dy këmbë bashkë me i dru, siç e pa një herë kështu. Dhe çuni është pëvun dhimbjet ke shtëpia. Do me thënë, djali mbeti pa kurim dhe pa u fut në altçi për një kohë të gjatë nga thyerja e këmbës, apo jo? Po. Sa ditë ka mbetur? Sa ditë ka qëndruar ashtu? S'jam i sigurt fiks, po mbi 4-5 ditë. Se aja pa të lidh me diçka, edhe thoshin se duhet tërhek, jo lidh, nuk dën altçin. Dhe pastaj e futën në altçi po këto spitali Durrësit? Po. E futën në altçin dhe tha do rrin 10 ditë, pastaj do dali nga spitali. Edhe është perfekt. Ndërkohë që nga dita që e kanë lidhur e deri më sot mund të ketë kaluar pothuajse një javë dhe mjeku thotë që s'ka ndryshuar asgjë. Po, asgjë s'ka ndryshuar. Si ditën e parë ka këmbë. Çfarë apeli keni, çfarë thirrje keni? Unë kërkoj drejtësi dhe t'japi shpjegim të dalë para drejtësisë doktori që e ka morë përsipër dhe është, si më thanë në gjuhën popullore, është tallë me një fëmijë 3 vjeç, me një hegjë. Mislim të pyes, mbasi neve të bëjmë këtë intervistë, juve do ta ndiqni ligjërisht këtë problem, këtë çështje? Po, deri në fund. Jam i pamushur në momentin. Nëse juve nuk do e kishit kuptuar nga grafia, sepse ju pak më herët më thatë që e patë që kishte diçka që nuk shkonte nga grafia me sy të lirë, që jemi qytetarë thjesht dhe nuk marrim vesh nga mjekësia. Ndërsa mjeku ndërkohë ju ka thënë që djali është shumë mirë dhe nuk ka probleme. Është shumë mirë. Në qoftë se unë nuk do e kuptosha, me fjalë doktorit, çuni im do ishte sa ka tani jeta.